Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Konsultim publik mes pushtetit vendor, qytetarëve dhe ekspertëve të FLEK për projektin e ndërtimit të impiantit të riciklimeve të mbetjeve të gjelbra në Krutje u zhvillua sot tek muzeu. Sot në ambientet e muzeut të qytetit u zhvillua konsultimi publik mes pushtetit vendor, qytetarëve dhe ekspertëve të FLEK për projektin e ndërtimit të impiantit të riciklimit të mbetjeve të gjelbra në Krutje, sponsorizuar nga qeveria zvicerjane dhe suedeze. Është sfidë e madhe që Bashkia e Lushnjës e ka marrë përsipër, thotë kryetarja e Bashkisë Elida Mezini, pasi mbetjet e gjelbra në territorin e Bashkisë Lushnjë janë kthyer në problem të madh për qytetarët. Është një sfidë e madhe që ne si bashki kemi vënë vetes, patjetër, sepse mbetjet e gjelbërta kudo në gjithë bashkinë, në rajonet e qytetit, por edhe njësitë e fshatit, kanë krijuar goxha probleme. Kështu që ky lloj investimi, ky lloj projekti kaq i mirëpritur nga ne, shpresojmë shumë që të gjejë zbatim të mirë tek ne, për t'i dhënë zgjidhje një herë e mirë të gjitha këtyre mbetjeve dhe problematikave që na kanë krijuar në të gjithë njësitë tona të bashkisë sonë. Ekspertja për komunikimin Marcela Sina prezantoi projektin dhe sqaroi se impianti do të plotësojë të gjitha kriteret e sigurisë teknike dhe të mbrojtjes mjedisore. Ne vim në Bashkinë e Lushnjës si pjesë e skuadrës e ekspertëve të FLEK, të cilët janë duke zbatuar një projekt të bashkive të forta, financuar nga qeveria zvicerane dhe qeveria suedeze, për të avancuar shërbimet e menaxhimit të mbetjeve në disa bashki të Shqipërisë. Në Bashkinë e Lushnjës, konkretisht, pasi u bë vlerësimi i nevojave prioritare, u ra dakord me bashkinë që do të punohej për konceptin e një impianti kompostimi për mbetjet e gjelbra. Për shkak edhe të vetë natyrës bashkisë dhe prodhimit në masë të madhe të mbetjeve të gjelbra. Ky koncept, ky studim është realizuar nga kolegu ynë, një ekspert gjerman, zoti Gernot Dilewski, me një eksperiencë të gjatë në fushën e menaxhimit të mbetjeve, i cili ka marrë parasysh të gjitha kushtet bazë dhe sidomos sasitë e parashikuara të gjenerimit të mbetjeve për të përcaktuar kapacitetin që duhet të ketë ky impiant kompostimi, duke u siguruar që të plotësohen të gjitha kriteret teknike dhe ato të mbrojtjes mjedisore. Ndërkohë Lulzim Bauman, ekspert për menaxhimin e mbetjeve, shpjegoi projektin me gjuhën e shifrave. Totali i të ardhurave është rreth 27 euro për ton dhe totali i kostove është 28.85 euro për ton. Kështu që ky projekt pritet të mbulojë pothuajse gjithë kostot totalit kompostimit, meqense këto janë kostot të landfillit që janë 12 euro për ton që bashkia rregullisht ja paguan kur i dërgojnë landfill, plus kostën e transportit, plus të ardhurat që pritet shtohen nga kompostimi, kjo pritet që në fund mos ketë kosto ekstra për qytetarët. Nga çdo diskutim që kemi bërë tani, por edhe në bazë të specifikimeve financiare të projektit. Ky është takimi i dytë me qytetarët. I pari u zhvillua me banorët e Krutjes, ku do të ndërtohet impianti i riciklimit të mbetjeve të gjelbra. Bizneset e fshatit, oficinë e vjetër të Bashkisë Patos, protestojnë kundër ndërprerjeve të energjisë elektrike prej 3 muajsh. 11 biznese që furnizohen nga linjat e naftës kanë stopuar aktivitetin dhe po përballen me humbje të mëdha financiare. Po falimentojmë, po na digjen pajisjet dhe po hedhim mallin poshtë, shprehen në protestën e tyre pronar të bizneseve të ndryshme në fshatin Oficinë e vjetër të Bashkisë Patos. Ata pohojnë një zëri në kulmin e indinjatës se prej 3 muajsh, ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë elektrike po i penalizojnë në aktivitetet e tyre, duke i çuar drejt falimentimit. Qane mishi, furra buke, markete, lavazho, fabrika vaji janë duke u përballur me stopim të aktivitetit dhe humbje të mëdha financiare. Neve jemi dënuar nga nafta këtuja, kemi lidhje me naftën dhe nuk na çojnë dritat. U kanë prej aty se s'kan paguar lekët, ne jemi abonent të rregullt, paguajmë lekët, jemi 11 biznese që nuk kemi drita. Na punë naftës, s'ka paguar lekët nafta, na presin edhe aty edhe neve. Prandaj ne duam zgjidhje. Këtu është bërë një linjë para 2-3 vjetësh, ajo linjë u bë për neve bizneset dhe përfundimisht pastaj nuk na furnizonin dot, sepse është çuar aparati më i vogël, ku diun se nuk jam specialist i naftës, dhe na çuan prapë në nafta. Dhe nafta ne tani nuk kemi drita. Na prit na 1 orë, na 2 orë në ditët. Prej sa ditësh është kjo situatë që ka ndërprerur? Kjo situatë po bën mbi 2 muaj, 3 muaj, sepse nuk e di kjo nafta këtu darka me humbje. 3 ditë ore. I ka për një parti unë sot me erdhi rada se kishe parë,
sot ai ka pre dritat. Ai shoku ka ardhur të marri vajt. Ai fle atje, unë fle këte në kratë tjetër. Erdha për të marrë bukë, marrë gjithnjë bukë të furri, edhe nuk ka bukë. Qa të bëjmë? Nuk po bëjmë do të vajt, për punë e dritave. Qysh do bëj puna jonë ti? Ti presim ullim. Nuk dim ku të ankohemi, thon ata, ndërsa për riparimin e defekteve kanë paguar edhe vetë, por pavarësisht kësaj, problematika vijon të mbetet e pandryshueshme. Kam vajt të drejtori me shpërgjigjur mirë. Vjen puna, elektriku nuk më përgjigjet. Marrë në telefon të elektriku, më thonë që nuk kemi zgjidhje, s'kini qatë beni kontratë të retë, kaloni me shtetin, shumë gjera. Para një jave kemi paguar dhe një defekt që është bërë tek gabine naftës, dhe ai defekt prap nuk na ka zgjidhur punë, kemi një javë rresht na ikin ditë për ditë dritat. Ju keni paguar vetë? Neve si biznese po, kemi investuar për një cop kabull. Nga sa keni paguar? Nuk e di saktë na sa kam paguar, 70.000 lekë kam paguar unë si person. Nuk e di se sa vajti. Dhe sërish nuk u zgjedh. Po dhe sërish unë e kam brumin të tërë hedh në lum. Një herë në një javë unë hedh brumin e bukës në lum. Më ka ngelur puna në mes. Nuk mbaj dot punën, nuk mbaj dot biznesin. Kam investuar, kam marrë kredi, kam bler panele, kam bler pajisjet. Pra frigoriferi 3 milionë e gjysmë mu dojtë para 3 ditësh. Paguam edhe lekë të prish kablet, paguam tërë në 70.000 lekë. 11 veta, rrim në patrita. Ka ardhur nga edhe shtata. Ka nikur ata pra tash po brenda të gjeneratora ndemi që të punoj aty te dyqani që të çojë mishin, se ai po shkrinë gjithë ta hedhin poshtë atë. Se ai po ndenjë edhe 3-4 orë tira i prish. Aktiviteti jo normal i këtyre bizneseve ka penalizuar jo vetëm banorët e zonës, por edhe të fshatrave përreth. Ata apelojnë një zëri për zgjidhje të shpejtë ose shkëputje nga linjat e naftës. Ndërkohë burime nga kompania Alpetrol bëjnë të ditur se ndërprerjet kanë ndodhur për shkak të proceseve teknologjike që vetë kompania kryen, ndërsa mohojnë faktin se ndërprerjet janë të shpeshta. Po sipas të njëjtave burime, Alpetrol është në tratativa me OSHE-n për të gjetur një zgjidhje përfundimtare për banorët e zonës që furnizohen nga linjat e naftës. Ka nisur në Fier aksioni që do të zgjas 2 javë për pastrimin e zonave bregdetare dhe grumbullimin e mbetjeve urbane dhe inertet që sollën lumenjt Vjosa dhe Seman pas përmbytjeve nga shirat. Pas vërshimeve të lumenjve Seman dhe Vjos gjatë javës së kaluar, tonelata me mbetje urbane dhe inerte pushtuan zonat bregdetare në Fier, duke detyruar autoritetet vendore të nisin një aksion të gjerë për pastrimin dhe grumbullimin e tyre. Aksioni nisi sot dhe do të vazhdojë deri në heqjen dhe largimin e të gjitha mbetjeve nga punonjës të ndërmarrjes së pastrimit me mjete dhe makineri të rënda. Bëhet fjalë për tonelata me mbetje plastike, inerte dhe drusore, të cilat janë transportuar gjatë rrjedhjes së lumejve Vjos dhe Seman, duke përfunduar në detin Adriatik në Darzez dhe Seman. Kryebashkiaku Armando Subashi pohon se duke qenë një hapësirë e madhe, aksioni do të vijojë. Gjatë tyre ditëve kemi bërë një inspektim të 2 zonave bregdetare, këtu jemi në zonën e Darzezës ose në plazhin e Darzezës, ndërkohë që mbas kësaj do të vazhdojmë edhe në zonën e Semanit. Kemi bërë një plan masash për pastrimin e gjithë bregdetit. Siç e shikoni, përgjithsisht ka ndotje, le të themi, nga mbetjet urbane, nga plera, kryesisht plastik dhe qelq, por shumica e ndotjeve janë lëndë drusore. Duke pas parasysh këtë lloj ndotje, kemi organizuar punën edhe në 2 faza. Fillimisht do të bëjmë mbledhjen duke i qëmtuar me dorë gjitha, siç e shikoni me një grup punëtorësh që kemi sjellë për gjithë mbetjet urbane, pra plastikën dhe qelqin, dhe pastaj me mjetet më të rënda që kemi sjellë kamionat skrepa, do të vazhdojmë me gjithë pastrimin e mbetjeve drusore që kanë sjellë lumenj. Sigurisht është një proces i planifikuar apo jashtrave? Ne përgjithsisht plazhet i pastrojmë jo vetëm në periudhën e bearit, se në periudhën e bearit kemi shërbime të rregullta këtu, por kryesisht edhe në periudha kohore gjatë dimrit. Këtu kemi sjellë 2 ndërmarrjet e bashkisë, pra kemi sjellë një grup punëtorësh nga ndërmarrja e pastrimit dhe ndërmarrja e shërbimeve publike, plus edhe mjetet e bashkisë, kamiona, skrepa, dhe po të jetë nevoja mund të sjellim në ditët në vijim edhe një makinë më speciale, siç është graderi që kemi në bashki, apo edhe ajo pajisja që ndofta ju e keni parë në periudhën e bearit, e cila bën shoshitjen e rërës dhe ajo është i jep, le të themi, atë dorën përfundimtare dhe nuk lë asnjë bish cigare në thonjza në rërë. Deri tani jo, por shpresojmë që në fundjavë, se ne do vazhdojmë edhe të shtunën, edhe të dielën, besoj që në fundjavë do kemi edhe vullnetar, nëse duan t'i bashkojnë këtij procesi, por pavarësisht kësaj, ne jemi të ndërgjegjshëm për detyrat dhe funksionet tona dhe do të vazhdojmë t'i kryejmë
Është deri kjo në fund. një situatë e vështirë siç nuk e ka pasur më herët Bashkia e Fierit? Në fakt ne kishim disa vite që Vjosa dhe Semani nuk na ngacmonin me thënë drejtën. Ajo që ndodhi para 2 javësh ishte një situatë e pandodhur dhe sidomos Semani, sepse edhe Semani kishte goxha prurje për shkak edhe të shkarkimeve që u bën nga hidrocentrali Banjës, edhe për hir të vërtetës edhe Semani solli goxha mbetjen. Por ne pavarësisht kësaj, siç e thash, jemi në krye detyrës dhe do të vazhdojmë ta mbyllim me sukses të gjithë këtë proces. Aksioni pritet të zgjasë 2 javë ku do të përfshihen përveç punojnësve edhe mjete si skrep dhe eskavator për largimin e mbetjeve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha foli para gazetarëve për takimet me demokratët të ish deputetit të Partisë Demokratike Saliani. Ka agjendë personale, ta vazhdoj sa të ketë dëshirë, tha Berisha. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është ndalur nga gazetarët para se të futej në kuvent dhe u pyet për lëvizjen e ish deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saliani me demokratët. Berisha ka cilësuar agjendë personale të Salianit dhe nuk i kurseu kritikat ndaj tij pas takimit me strukturat e Partisë Demokratike në Durrës, ku kërkoi rifreskimin e partisë. Berisha tha se struktura e Partisë Demokratike në Durrës nuk ju përgjigj Salianit. Është një antar kryesie i cili ka një agjendë personale, i uroj ta vazhdoj sa të ketë qef. Po për demokratët e tjerë. Një minutë. Edhe një herë. Nuk ka asnjë kandidati Lira Mehmeti. Prit një minutë. Tani më tha kështu e para. E dyta. Është një antar kryesie i cili është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë mbledhje kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, pra ndjek, i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agjendë personale, ta vazhdoj gjërë në fund. Se çfarë ishte salla, atë di unë i përgëzoj strukturat e Durrësit që nuk u mashtruan nga një takim me agjendë strikt private. Dhe aty këtë që po bën zoti Saliani? Urdhë? Ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saliani? Agjendë të deklarosh se militanti i demokrat nuk ndigjohet, nuk ka mashtrim më të madh, mbasi para jush dhe gjithë shqiptarëve, këto 4 vite militanti demokrat ka votuar sa kur në ekzistencën e tij. Dhe vota është mënyra më mirë e ndigjimit. Pra, të ndjekësh një agjendë personale është një zgjedhje të cilën unë s'kam asnjë kundërshtim. Si sfiduar ndiheni? Unë i sfiduar? Mos e pyet. Urdhëri? Apo ndjek të njëjtën rrugë si ju në 2021? Mirë. Ai po ndjek një agjendë personale dhe kaq. Të vazhdoj me agjendën e tij personale. Ajo edhe një i përgëzoj antarët dhe demokratët e Durrësit, të cilët e braktisën, i përgëzoj. Aty ishin, jo, ata çfarëisht të u them unë ju. Ishin një grup të pakënaqurish sepse nuk u futën në listat për deputet dhe kishte tjerë që punuan për Partinë Socialiste, që është të vërteta dhe kanë frikë analizën që do bëhet. Demenca regjistron 10 milion raste të reja çdo vit. Zbulohet një vaksinë re që ndihmon në betejën kundër demencës që ishte planifikuar të luftonte herpesin. Me rreth 10 milion raste të reja të demencës çdo vit në mbar botën, komuniteti shkencor po intensifikon kërkimet për mënyra efikase që mund të parandalojnë ose ngadalsojnë zhvillimin e saj. Përveç faktorëve të njohur të stilit të jetesës, të dhënat të reja shkencore kanë nxjerrë në pa një armë të papritur mbrojtëse, vaksinën kundër herpesit zoster. Një analizë kryer nga studiuesit në shkollën e mjekësisë së Stanfordit zbuloi se të moshuarit e vaksinuar kundër herpesit zoster kishin 20% më pak gjansa të zhvillonin demencë brenda 7 viteve, krahasuar me personat e pavaksinuar. Studimi botuar kohë më parë në Nature mbështetet në hipotezën se viruset që prekin sistemin nervor mund të rrisin rrezikun e demencës. Herpes zoster, i shkaktuar nga virusi varicella zoster, është një infeksion i dhimbshëm që rikthehet vite pas infeksionit fillestar me varicel.
ndërkohë demenca prek mbi 55 milion njerëz globalisht, duke bërë kërkimin për faktorët që ndikojnë në zhvillimin e saj një përparësi ndërkombëtare. Studimet të mëhershme kanë sugjeruar një lidhje midis vaksinës dhe uljes së rrezikut të demencës, por nuk mund të përjashtonin ndikimin e stilit të jetesës së njerëzve të vaksinuar. Një përparësi e madhe kërkimore erdhi nga programi i vaksinimit në Wales, i cili më 1 shtator 2013 vendosi të vaksinojë vetëm personat që ishin saktësisht 79 vjeç. Ata që ishin 78 ose 80 vjeç nuk u përfshin menjëherë. Kjo krijoi një mundësi të rrallë, krahasimin e dy grupeve pothuajse identike, sikur të ishin pjesë e një prove klinike. Analiza përfshiu të dhënat e më shumë se 280.000 të moshuarve dhe dha rezultate të qarta. Pas 7 vitesh u zbulua nga studiuesit rënja e rasteve të herpesit zoster me 37% të vaksinuarit, 20% ulje e rrezikut të demencës në krahasime të pavaksinuarit, më pak raste të dëmtimit të lehtë njohës brenda 9 viteve. Tek personat tashmë të diagnostikuar me demencë, vaksina ishte e lidhur me mbijetesë më të lartë dhe përparim më të ngadalshëm të sëmundjes. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet, në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.